Kosovë na duhet me pranu një fakt. Se para faktem na duhet me qëndru gadito. Në këto zgjedhje garohet për vendin e 2 të 3 Armend. Duhet me kuptu. Jo, atë që garohet, ja. Gabim je. Të zgjedhje garohet për me fitu 50% edhe për me fitu shumicën. Albin Kurti me partinë e vet ka qenë pakicë shqiptare. Jo, m'fal, gam. Zgjedhjet nuk i ka fitu. Zgjedhjet i ka fitu në vitin 2021, o jetë. Zgjedhjet në vitin 2021 i ka fitu zgjedhjet për mi 50%. Vota nuk ka fitu. Ai votat e zotrit Albin Kurti janë me pakicë në raport me pjesën e tërësisë shqiptare. Hashim Thaçi me PDK-n ka fitu 34-35. Apo koalicion. Dëgjëm për një sekond. Ai Ai ka fitu edhe e ka pas të drejtën me bo koalicion edhe ka marru qeverinë. Absolutisht. Ky tipi tash kthene qyshdan, në qoftë se vlen në rregulli i njëjtë, i ka fitu zgjedhjet njëjtë që i ka fitu Hashimi, veç i ka fitu me një sasi më të madhe të deputetëve. Aftësi e tij është? Dakord. Unë tash çka po ndodh edhe një gjë shumë e panevojshme, peshtin bllok opozitën. Opozita garon e ndome dhe na e kem një gjë të qartë, që në këto zgjedhje diskutohet për vendin e 2 të 3, po nuk është foja Albin Kurtit, këto është foja opozitës. Ata kërkush s'jam nisën, ata se u keq kuptova po ndërkohë unë. Sepse opozita vazhdimisht bën gracën e Albin Kurtit. Vazhdimisht flet për datën 28, na i ka prish ditën e fëmijëve që kena pas me shku në skemi. Jo, je katutësh ta ka qitë 28-in se të vje diaspora. Mos na qitë një behi syve se na pedim këtë punë. Është partitë opozitare, për mendimin tim hynë të papërgatitura në Kosovë. Kosovarët marrë me 500 euro rrogë me çfarë plane. Ai po plan me 30 po bojnë plane. Kosovarët që bën veç në një sen po tani. Ke kuptuar këtu, ke kuptuar. Jo, nuk e kuptuar këtë mrena kuptimit. Tani jo ma përditje. Jo, se shkurti kam. Të nuk garante komaxha. Unë nuk pajtona me Armendin kur thotë që diaspora jonë është e njoftume dhe i shep përmes përveç diaspora jonë kanë janë është ma njoftume se sa unë e tje. Për më plëtsu, a bërë është një pjesë e diaspora janë të kuadruar edhe atje dhe këtë. Edhe ta në vishë jo, nuk është ashtu. Jo, e kryn Kosovën normal. Po, ajo e kryn punën, shkruajnë edhe se cilin e jeton, se cilin familje diasporës me shku tje shet televizionet, jam shet televizionet e Kosovës të i dëgju. Absolutisht. Do me thonë janë plotësisht njoftume. Ta tjerë, ja ka jo terrenin e lirë. Albin Kurtit është problem tjetër. Se u keq kuptuar nuk e përfundova edhe pak edhe e përfundova. Jo Armand, jo u keq kuptuam diçka. Unë nuk pe akuzoj detyrimisht Albin Kurtin se edhe nëse i fiton 48 deputet, edhe 37 deputet në rregull, ja kena uruna kur i ka fitu 50%. Mirë po, edhe Hashim Thaçi kur i ka fitu zgjedhjet. Ai e ka shtri dorën e bashkëpunimit. Albin Kurti për dallim nga Hashim Thaçi nuk është interesuar me qeveri. Po s'do me bashkëpunu. Për arsye se ai s'do me bashkëpunu. Ai edhe Glaukoniusit kur ka qit me votu e ka qit për mos me vetu me përdor si për fushatë. O Armend, nuk don ai me bashkëpunu. Ato këtu sa ne pidim gjithë, po do të përsërit për qytetarët, jo për neve. Po, shikoj, përmend disa herë këtu për ato që kanë ndodhur në Mitrovic, do mund të aluduar. Edhe s'po mon shënimin e nuk po mon se u fal shumë. Tash kanë ikë shumë sa. Jo, aludu që aty janë vjedh votat. Në Mitrovic, se vetëm parti që ka kapacitet me vjedh vota është PDK-ja. Vetëvendosja nuk ka kapacitet dhe me dashur. Pse neç? Që të tregoj. Megjithëse unë nuk po pohoj që i ka vjedh votat PDK-ja. Jo, qytetarë se tama që po thu PDK-ja ka kapacitet. Po, se i ka vjedh në kalumen. Ja kanë vjedh tin Mitrovic atëherë. I ka vjedh në kalumen edhe po mendoj edhe këtë do ta shëroj edhe për brengen për zgjedhjet e ardhshme, po mendoj për zgjedhjet e 28 dhatorit. Pra për bja me flejt të qetë na për këtë pjesë. Jo, nuk ka mundësi vetëvendosja me i vjedh votat përderisa nuk ka parti aleate. Për me vjedh votat në komisionin 7-5 antarësh, se komisionit janë nga 5 antarë, një është i vetëvendosjes, një i DDK-s, PDK-s, aleancës edhe një tjetër i nismës ose minoriteteve, zakonisht varet pe komunave. E tash, për me vjedh votat, dush me pas në kontrol 3 piqtyne. Nëse vetëvendosja arrin me që komisioneri i PDK-s me kon njeri i saj, me kon agent i saj, shma ka bon për shembull
mund të kalumën, për shumë, komisionerin i jam, u konë në fakt ma vore unë zhvullu, që u konë njeri PDK-s. Dhe hajnë vend që me rujt votat, mi ka vjedh votat. O do është me rujt, o do është me ditë kom peqetën e. Po një dhe u konë gabimi, ja me këmë suone. Dhe më thonë, e tash, problemi është që hajni nuk mune vjedh. Tash tosa, vetë vendosja, me ashtit PDK-s e LDK-s nuk mundet. Sa te kam provu ma për para. Kanë avansu hajnit. Kanë avansu. Sistemi ka vjetë vendosja. Nuk mundet vendosja, dhe më thonë, në këtë konstelacion qëtyne, me i bleje, si vynë me i bleje dhe dë, dhe më thonë, jatë LDK-s, jatë nismës, jatë minoritet. Hadë që e banë nejo vetën minoritete, për shabë mërë, pos, kuj dojtë me amor? Aleancës me amor? Këta kreti kanë militant më të fort, i kanë komisionerët të trija këto partitë. Kështu që objektivisht nuk ka mundësi me vjedhë. Këto kanë mundësi me vjedhë në qofë se bohen bashkë. Për shambull, në qofë se PDK, LDK, Aleanca, bohen bashkë, atëhere i bojnë komisionerët edhe mujnë me bo me pas situatën në kontrol. Qysh bohet ajo, për shambull? Shumë e thjeshtë. Nëse ti ki tre në kontrol, njën e për tyne me kryetari komisionit, kryetari komisionit e qëtë ato që ka të vetën, e qëtë ato me kontrolu gishtin. Edhe, kur vjen njeri që ka votu, për shamull u shku 5 Skënderajt, ka votu në Skënderajt, është vjen me votu në Mitrovic, që së është ishtë në listë aty, edhe a i vjen, i shijet aty shenja që është, që ka votu, po kjo nuk e sheh. Do më thonë se bocës e sheh. Kjo a ban një sheh që është aty do të më verifiku me letën e eftim. Po, ka dash. Tash kjo shkon të letën e eftimi. Edhe të letën e eftimit, nëse kjo i letën e eftimit, edhe kjo nëso pjesë e grupit, shkon ja qëtë, me votu ven dikuj tjetër atë. Jetu i mësu komisioner të mirë në Po kjo metoda që në pru. Edhe a i voton aty, tash kjo tjetër që ja jepat fletën, kjo mundet me konë komplet i vetëvendosjes, për shambull, aja ja fletën, se s'ka lidhe aji, do më thonë, shtatrejën kryetari komisionit, aji të deram përgisht edhe këtë që kontrollon letën e eftimet. Edhe shkone qatë aty, edhe voton, edhe kryt. Kur vjen tash kryt që ka me votu, po në vend tina ka votu dikush tjetër, kjo thjesht i thot nuk jenë listë. Hajtë voto me kusht. Kur voton me kusht, a i shkon kur verifikohen në Fushë Kosovë, atje, po më ndoj, ato vota ti dele pavleshme, sepse a i del që ka votu edhe me... Po, edhe të regullë edhe me kusht. Pra, për me u manipulu votat, qoftë edhe me trenin bulgar, qoftë në njërë shumë thjeshtë, se që më kanë bo mu. Qështë ke vërtetu? Pa i se i ku marrë vesh ma vonë, se tani ma vonë edhe mi kanë kalëzu vetë, ma vonë, do më thonë, kanë të regu qysh, kanë ardhë, kanë kërku falje,